Sa po shmbyllur pjesa e parë e supersfidës Vllaznia Dinamo, Kupa Shqipërisë, ta kemi gjysmëfinal. Jam këtu pranë me gazetarin e minjor të Radio Tiranës Ervin Baku, një herë tjetër sekretari i përgjithshëm i Shoqatës së Gazetarëve Sportiv Shqiptar. 0-0 pjesa e parë. Baku, sipas teje një rezultat i drejtë apo mund të ishte në favorin e njërës nga skuadra? Ishte një lojë e ekuilibruar. Mund të them që rezultati ishte i drejtë edhe pse Dinamo pati 2-3 raste të pastra për shënimin e golit, por gjithsesi ishte nuk kishim një dominim të qartë të njërës apo tjetrës skuadrë, kështu që rezultati i përgjigjet e sfidës parë një lojë e barabartë dhe një sfidë e luftuar deri në fund. Ne kemi qenë së bashku në ndeshjen e parë të lutur në Arena Kombëtare në qytet, ai goli barazimit në limitën e shtesës i ka dhënë më tepër barazi skuadrën e futbollit. I tillë është futbolli, ne kemi parë që edhe ato minutat e fundit janë vendimtare, janë decisive, janë dy skuadra që janë skuadra të forta që luftojnë fort edhe për Dinamo lufton për të hyrë në katërshë. Vllaznia ka siguruar matematikisht katrën, është një pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion, sepse po na binde edhe me lojë dhe me rezultat, por futbolli është i tillë, Dinamo e do patjetër këtë kupën, sepse Europën mund ta ka vetëm nëpërmjet kampionatit dhe nëpërmjet kupës. Kështu që mirë është një sfidë e luftuar, publiku është këtu, janë kushtet ideale për një ndeshje futbolli dhe uroj që pjesa e dytë ketë dhe spektakël, ketë dhe gola. Një breku shumë i rrezikshëm tek skuadra Mobite, ndërkohë në kampin e Kufit Blu mendoni se kanë ndihmuar paksa mungesë? Patjetër, ka dy mungesa shumë të rëndësishme Vllaznia, sidomos njëra Lirin Kastrati, por dhe Gurishta, Bismarck, por sidomos Kastrati, sepse Kastrati është burim rreziku për çdo aksion. Kështu që ndihet mungesa e Kastratit, por ka një Sherif Kallagu që vjen njëra futboll ose një Mala sot që është zjarr. Vin marrë çfarë bat në pjesën e parë. Si e shikon të dytën? Çfarë parashikimi keni? Unë kam një parashikim që i thash do të shkojmë me penallti. Do të shkojmë me penallti dhe ju keni një portier shumë të mirë. Keni një portier fantastik, Jukaj. Më kujton Jukaj në vjet, kur edhe pse ishte një avantazh të konsiderueshëm, Elbasani ai ndali penalltit dhe kualifikoi Vllaznin. Por jo më larg se Rëdio më herët në kryeqytet i ishte absolutisht. Mirë, nuk dëshirojmë të shkojmë me penallti sepse ma kërkove një mendim. Unë do ta shikojmë. Do ta vlerësojmë që parashikim. Ne kthehemi tek një pikë shumë e rëndësishme. Ju keni ardhur direkt në ditën e djeshme dhe kthyer nga Zvicra, ku në Lozan keni përfaqësuar Shqipërinë, Shoqatën e Gazetarëve Sportivë dhe Shqipëria për herë të parë merr një pozicion që si kishte fituar kurrë të antare e Komitetit Ekzekutiv të Shoqatës Botërore të Gazetarëve Sportivë, falë Ervin Baku. Ervin Baku është zgjedhur në listën e antarëve të Komitetit Ekzekutiv të Gazetarëve Sportivë Botërore. Arritje e madhe. Dgjoj, mua më vjen mirë sepse është një vlerësim për punën time, për karrierën time. Unë kam 4 vjet që kam marrë si thua në dorë Shoqatën Shqiptare të Shtypit Sportiv dhe siç duket bota na vlerëson, kanë vlerësuar, është një besim i madh që ata më japin dhe së bashku me kolegët e tjerë do të bëjmë më të mirën për profesionin ton, jo vetëm në Europë dhe në botë, por edhe këtu në Shqipëri. Kujtoj që presidenti i AIPS-it të Europës është gazetari i famshëm i përditshëm L'Equipe Mark Ventujak. Jemi aty me koleg belg, me koleg austriak, me koleg gjerman, me koleg danez. Do të ndjekim, do të bëjmë më të mirën tonë pranë instancave, pranë UEFA-s, pranë FIFA-s, pranë Federatës Ndërkombëtare të Voleybollit, pranë Federatës Ndërkombëtare të Atletikës, basketbollit, që gazetarët kanë më shumë akses, kanë më shumë mundësi, kanë më shumë lehtësira për punën e tyre. Dhe kjo pastaj do transmetohet edhe këtu në Shqipëri. Do të thotë padyshim kjo zgjedhje juaj në kryesi është një favor, është një bonus për progresin, për të ardhmen. Patjetër, dhe do të krijojnë mundësira shumë të mira edhe këtu, patjetër. E falenderoj Ervin Bakun se ishte sot në Shkodër, në fakt pati një komunikim në e djeshme, e sapo kishte ardhur nga Zvicra dhe për të dytën në Shkodër. Gjithmonë terren.
vend, aty, terren. në terren. Po shkotën e keni pak sa për zemër, edhe para asaj se jeni edhe Moderatori zyrtar i zyrtar. Vllaznisë Europë uroj që këtë vit jemi në Champions League sepse vllaznia e meriton, po na bind me lojë dhe me rezultat. E sigurt se do të jetë në Kupën e Europës sepse në katër Aty po Champions League. për ta mbyllur, Po. Buk në kampionat. Do të ishte mrekulli, do të ishte mrekulli. Mund t'i marrë të dyja? Mund t'i marrë të dyja, sidomos sepse ka një dyshje kampione që në 2001 kanë qenë pozicionin e lojtarit dhe sot janë pozicione trajnerit dhe pozicionin e drejtorit sportiv. Sinani Martini. Martini Sinani. Ishim me Bakun, Faleminderit. Baku edhe për analizën e ndeshjes, por edhe për lajmin se vjen nga Lozana e Zvicrës, ku vjen Baku dhe Shqipëria ka marrë një pozicion në kryesinë e rezultateve sportive botërore.